Dosa me neve na kanë thonë që kanë ngatru rrugën, edhe ne kemi përcjell deri në jug edhe nuk ka diçka të jashtëzakonshme. Por a ka reaguar KFOR-i ishte pyetja? A ka ndonjë reagim nga KFOR-i? Jo, më s'ka nevojë për reagim për KFOR-it, ata kanë 4-5 minuta aty, i largu, nuk Por me çfarë lloj automjetesh ishin FSK? A ishin të armatosur apo? Me veç muj me konfirmu që ato që e thash, jenë parku të ish një petroli, aty kemi pyta, keni nevoj për ndim, a keni nevoj me asistu diçka, jeni me ndonjë detyrë caktuar dhe na ju asistojmë, kanë thonë që e kanë ngatru rrugën, edhe kanë pas kërkesë tyne për mi përcjell një, ne kemi përcjell një. E qartë, dhe keni vretur ndonjë shqetësim nga qytetarët asaj jana, apo diçka e tillë zotri Elshani, apo gjithçka është kthyer në normalitet tash? Ja, janë rregull, çdo gjë ka qenë rregull, polic ka aty nuk ka ndonjë shqetësim që ne kemi pa. E qartë, zotri Elshani, shumë faleminderit për këtë paraqitje direkte, ju urojmë një ditë të mbarë dhe shpresojmë t'ju kemi për raste të tilla edhe në të ardhmen këtu në Kosova Today. Faleminderit shumë, kalofshi mirë. Faleminderit shumë. Atëherë në një lidhje tjetër direkte kemi edhe ekspertin e sigurisë, zotri Arben Dashevci. Zotri Dashevci, ne e dim se kemi një marrëveshje për mos futjen e FSK-s në veriun e Kosovës. Ju jeni edhe qytetari Mitrovicës, na tregoni se cili mund të ketë qenë impakti ose cili është impakti realisht tek komuniteti serb, duke pas parasysh atë marrëveshje edhe gjithashtu duke pasur parasysh situatën aktuale në të cilën gjendemi. Po, dhe gjithë se cilin në vend mund të gaboj rrugën, këtë rast edhe